Ministri e Jashtme Elisa Spiropali është takuar me tregtarët e tregut të madh të Vlorës, të cilët këtë të shtunë po protestonin përsëri lidhur me vendimin e Bashkisë së Vlorës për zhvendosjen e tyre nga zona ku prej vitesh kanë ushtruar aktivitetin për shkak të planit të rindërtimit të tregut industrial. Përpara se të hynte në aktivitetin e planifikuar në teatrin Petromarko për Europën, ministri Spiropali, si përfaqësuese e qeverisë, teksa ka parë grumbullimin e tregtarëve, është kthyer për t'i takuar, ndërsa ky veprim është shoqëruar me duar trokitjen e tregtarëve. Gjatë këtij takimi, ministrja e Jashtme Elisa Spiropali, si përfaqësuese e kabinetit qeveritar, ka dëgjuar shqetësimin e tregtarëve të Vlorës dhe është shprehur se nuk ka qenë në dieni të plotë të situatës, por ka premtuar se do të bisedojë me kryetarin e Bashkisë Brunilda Mersini dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak për t'u njohur më nga afër me problematikat e tyre dhe për t'i dhënë një zgjidhje në të mirë të tregtarëve. 30 vjet që punojmë, me taksa, me të gjitha jemi pa punë. Por të ushqyer s'na ka fol as bashkia asnjë, po aman, sot unë të idhem në rrugë, pse? Duam të ham. Jemi me ilaçe, jo, unë jemi treg truta perime. Jemi të sëmur, i doni ilaçe t'ua bjem. Jemi gati të na bjerë të fikë dhe të vdesim. Keni folur me bashkinë, me kryetarin e bashkisë? Rrofshë? Jo, s'ka gjë, më thuaj, po. Jemi tre. Mona heqin na vendi. Të industriales. Jemi prej 3 vjetë e ca vjetra, kemi hedhur mundi në atë vend. Ngrihet kryetari i bashkisë me një vendim që të na çojë Jalli e Nartës dije në Këshillin Bashkiak, nuk na pranuan që të venim atje. Nuk na la policia. E morën vetëm dhe si me radia ta përfundoi domethënë. Besoj se keni të njëjtin shqetësim edhe zonja po shpjegon dhe pastaj me radhë që mos. Ne kemi nevojë që të na mbështesni. Të bëhet tregu, jemi kundra ose zhvillimit, absolutisht asnjë nuk është kundra. Ama të bëhet o pjesërisht o të na çojë në një vend ku të jetë në qendër të qytetit, jo në një halli të Nartës. Të bëni një dëgjes. Më fal. Unë do, po, ma thuaj. Përpara vitit të ri, unë kam qenë në emër të tregtarëve, kam qenë në bashki, kam takuar në kryetarin e bashkisë. Kemi qenë një hall sepse ne kemi mall, nuk shesin fruta perime, shesin për një kohë të gjatë. Po. Edhe i kemi thënë, kemi kërkuar që para se e duam tregun të prishet të rregullohet, nuk kemi kundra. Për një periudhë 3-4 mujore që ne shesim mallin, se nuk shesim mall të përdorur, ne kemi mall të ri, kemi miliona, kaq vite që punojmë. Edhe i kemi lënë me kryetarin që do na thot për një periudhë 4-5 muaj më përpara. Tani më vjen thot sot ik nga tre, ku të shkoj, ku ta çoj mallin? Ku ta çoj mallin? Ju keni me kryetarin e bashkisë nuk keni folur edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak. Më duket në mënyrë arrogante. Në mënyrë arrogante. Dakor. Na kanë dhënë jashtë Vlorës. Do flas tani me kryetarin e bashkisë edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak. Ndoshta që të bëhet me drejtorët që po merren, e kuptoj. Ne kemi marrë mall me fjalën e kryetarit të bashkisë. Sepse ju e kuptoni që bashkia ka një plan të saj për zhvillimin e zonave. Po të paktën paktën na lëni periudhë 5-6 muaj. Një periudhë që dhe ju të mund të marrë pak lehtësohemi. Të bëhet me faza, të bëhet me kohë. Idhemi në rrugë, që ne do ta flas tani me kryetarin e bashkisë që ndoshta të bëni pritje dhe të bëni një familje që është mëshme, jo ka çfarë. Një sekondë, edhe një. Ne para 3 ditësh kemi bërë një takim me zonjën kryetare. E kundërshtoi Jallin e Nartës. Na tha që o do të çojmë tek ish kjo tani po ndalova se ju pashë. Shumë faleminderit. Respektim se nuk jam në brëndi të çështjes. Prandaj do të sqarojmë. Do flas sot jemi ata të votave. Na lëni periudhë pas të lehtësohemi. Pritje dhe të jeni në duam aty ku jemi. Një minutë se për ju do flas. Vini në Vlorë, për çfarë vini në Vlorë që s'qen keni në dieni? Jeni në dieni që ç'ke me të. Un kam marrë për çështje tjetër, nuk e di për çështje lokale. Por ju marr për sipër që të flas edhe të bëni një takim. Dhe ju vi rënd që vini në Vlorë. Në takim. Po sigurisht po, me respekti për katër se aty janë ambasadorët, është raporteri Këshillit e patjetër, se nuk është çështje. Po patjetër, një përfaqësim patjetër. Nuk na qati asnjë atje te Këshilli Bashkiak. Tani un për respektin maksimal kam marrë dhe do flas me të gjitha institucionet.
Mbas juve, mund të vim në brenda? Jo, se ka aktivitet tjetër atë, nuk është për këtë punë.